Horoskopi ditor, e martë, 28 tetor 2025. Dashi. Mund të ndjeni dëshirën për të zhytur në sipërmarrje të reja. Ndërsa hëna ndriçon sektorin tuaj të fillimeve të reja. Është një kohë e shkëlqyer për të shfrytëzuar shpirtin tuaj pionier dhe për të marrë rreziqe të llogaritura. Megjithatë, sigurohuni që të konsultoheni me aleat të besuar përpara se të merrni vendime të mëdha. Prania e Mërkurit në Akrep inkurajon biseda të thella. Kontaktoni dikë që e vlerësoni për njohuritë tuaja. Në karrierën tuaj, cilësitë tuaja të leadershipit shkëlqejnë, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për të propozuar ide inovative. Në një nivel personal, jepni përparësi komunikimit të qartë për të shmangur keqkuptimet. Në marrëdhënie, përqafoni cenueshmërinë. Është në rregull të ndani më shumë nga vetja. Aktiviteti fizik do të përmirësojë humorin tuaj dhe do të ofrojë qartësinë që kërkoni. Në përgjithësi, qëndroni të hapur ndaj mundësive që ju dalin përpara pa u nxituar në to verbërisht. Ekuilibri është çelësi. Prandaj mbani një sy në nivelet tuaja të energjisë dhe mos e teproni. Yjet ju udhëzojnë drejt një dite produktive, veçanërisht nëse përqendroheni në një qasje të strukturuar. Demi. Me Venusin, planetin tuaj sundues, në harmoni me Saturnin sot, do të gjeni ngushëllim në stabilitet dhe familjaritet. Ky ndikim ju inkurajon të vlerësoni qëllimet tuaja afatgjata dhe të vendosni themele të forta në jetën tuaj personale dhe profesionale. Financiarisht, është një ditë e favorshme për të rishikuar investimet ose për të planifikuar një buxhet. Siguria emocionale do të kërkojë gjithashtu vëmendje, duke nxitur diskutime të përzemërta me të dashurit. Intuita juaj është e rritur, veçanërisht në çështjet e besimit dhe besnikërisë. Dëgjoni zërin tuaj të brendshëm kur merrni vendime. Në punë, bashkëpunimi çon në sukses, prandaj jeni të hapur ndaj përpjekjeve në grup. Kërkoni ngushëllim në natyrë nëse lind stresi, pasi elementi i tokës rigjallëron shpirtin tuaj. Projektet krijuese favorizohen tani, duke ju lejuar të shpreheni në mënyra të reja dhe emocionuese. Ndërprerja e shpenzimeve impulsive do të sigurojë që po jepni përparësi nevojave të ardhshme. Mbi të gjitha, durimi është aleati juaj. Përqafimi momentit të tanishëm pa u përpjekur për përparim të shpejt do t'ju shpërblej bujarisht. Binjakët. Me hënën që po energjizon sektorin tuaj të komunikimit, binjak, sot është e përshtatshme për të shprehur veten dhe për të ndarë idetë tuaja. Angazhimi në dialogje kuptimplote mund të shkaktojë frymëzim. Prandaj mos hezitoni të kontaktoni miq dhe kolegët. Krijimi i rrjeteve mund të sjellë mundësi të papritura, duke ndryshuar potencialisht rrugën tuaj të karrierës. Mendja juaj lulëzon nga stimulimi, duke i bërë aktivitetet intelektuale jashtëzakonisht të dobishme. Megjithatë, keni kujdes, pasi ndikimi përsëritës i Mërkurit në Akrep nxit të menduarit e thellë. Shmangni fshehjen e detajeve. Marrëdhëniet mund të kërkojnë që të jeni më të vëmendshëm. Dëgjimi aktiv do të forcojë lidhjet tuaja. Një aventurë spontane mund t'i pëlqejë natyrës suaj të dyfisht, por sigurohuni që përgjegjësitë tuaja të trajtohen së pari. Shfrytëzoni përshtatshmërinë tuaj të lindur për të kapërcyer çdo pengesë. Fleksibiliteti do t'ju shërbejë mirë, veçanërisht nëse ndodhin ndryshime të paparashikuara. Balanconi kuriozitetin tuaj me pragmatizmin për të përfituar sa më shumë nga dinamika e sotme. Mos harroni, rritja personale rrjedh nga të qenit i hapur ndaj botës përreth jush. Gaforria. 28 tetori e vendos fokusin direkt në shtëpi dhe familje. Energjitë ushqyese të hënës ju frymëzojnë të krijoni një atmosferë ngushëlluese rreth të dashurve. Është një ditë për biseda të përzemërta dhe shërimin e çdo plagë emocionale të kaluar. Me Marsin që inkurajon veprime në mjedisin tuaj shtëpiak, mund të ndiheni të detyruar të filloni një projekt shtëpiak ose të bëni ndryshime të vogla, por domethënse që përmirësojnë hapësirën tuaj të jetesës. Profesionalisht, të qëndruarit me këmbë në tokë dhe empatik mund t'ju pozicionojë si një lider në vendin tuaj të punës. Kreativiteti rrjedh pa probleme, duke sugjeruar një kohë ideale për të trajtuar problemet nga një perspektivë e re. Ndjeshmëria emocionale mund të rritet, prandaj praktikoni kujdesin për veten përmes meditimit ose artit. Sidoqoftë, shmangni lejimin që luhatjet e humorit të diktojnë ndërveprimet tuaja. Forconi marrëdhëniet duke treguar mbështetje të palëkundur për ata përreth jush. Financiarisht, është një ditë për të qenë të kujdesshëm. Përqendrohuni në sigurinë afatgjatë sesa në fitimet afatshkurtra. Përqafoni energjitë ushqyese të ditës, duke marrë forcë nga natyra juaj e lindur e kujdesshme. Luani. Shtrirja qiellore e sotme sjell fokus në shprehjen tuaj krijuese.
Dielli, sundimtari juaj, inkurajon një ditë plot frymëzim dhe pasion. Angazhimi në aktivitete artistike mund të rigjallërojë shpirtin tuaj. Në çështjet personale, aura juaj karizmatike tërheq vëmendje pozitive, duke rritur potencialisht lidhjet romantike. Aspekti harmonik i Venusit me Saturnin përqendron marrëdhëniet tuaja, duke forcuar ndoshta një romancë në lulizim. Profesionalisht, aftësitë tuaja natyrore të leadershipit dhe vetbesimin nxirren në pa, duke e bërë këtë një kohë të shkëlqyer për të shfaqur talentet tuaja ose për të kërkuar një ngritje në detyrë. Ruani për ulësinë ndërsa merrni vëmendjen, pasi bashkëpunimi me të tjerët do të sjellë shpërblimet më të mëdha. Financiarisht, investimet e kujdesshme favorizohen. Qëndroni larg shpenzimeve impulsive. Angazhimet shoqërore sjellin gëzim dhe mundësi për rritje. Sidoqoftë, keni kujdes që të mos bëheni shumë të përqendruar te vetja. Mbani mend vlerën e dëgjimit. Merrni kohë për të çlodhur dhe për të rimbushur në mbrëmje për të përballur me ditët në vijim me energji të përtërir. Lëreni kreativitetin tuaj të udhëheq. Virgjëresha. Lëvizjet planetare sot inkurajojnë një qasje të kujdesshme, veçanërisht në mjediset e punës. Me Merkurin që ndikon në sektorin tuaj të komunikimit, vëmendja ndaj detajeve do të jetë aleati juaj më i fortë. Organizimi dhe prioritizimi i detyrave mund të çojnë në arritje të konsiderueshme. Prandaj shfrytëzojeni këtë energji produktive. Është një ditë e shkëlqyer për të analizuar të dhënat ose për të planifikuar projekte të ardhshme. Në marrëdhënie, kthimi i gjesteve të menduara mirë në veprime do të forcojë lidhjet. Merrni në konsiderat durimin. Shmangni tendencat kritike pasi ato mund të çojnë në keqkuptime. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në ekuilibër. Një kontroll rutin ose miratimi i një regjimi të ri mirëqenieje mund të jetë i dobishëm. Financiarisht, rivlerësimi i strategjive mund të sjellë përmirësime. Kërkoni udhëzime nga një mentor ose këshilltar i besuar nëse është e nevojshme. Mentaliteti juaj analitik plotësohet nga një talent për zgjidhje inovative. Mos hezitoni të propozoni ide të pazakonta. Mbani stresin nën kontroll duke u tërhequr periodikisht për të ruajtur qartësinë. Besoni në proces dhe lejoni që zelli juaj t'ju udhëheqë drejt suksesit dhe përmbushjes. Peshorja. Energjia kozmike e sotme mbështet harmoninë dhe ekuilibrin në çdo aspekt të jetës suaj. Pozicioni i hënës ju nxit të kërkoni ekuilibrin, veçanërisht në marrëdhëniet personale. Bisedat e sotme duhet të trajtohen me takt dhe diplomaci për të ruajtur paqen. Me Venusin, sundimtaren tuaj që hyn në një aspekt të favorshëm me Saturnin, ju inkurajoheni të rishikoni angazhimet dhe të forconi partneritetet. Profesionalisht, kjo mbështetje mund të manifestohet si një mundësi për një bashkëpunim që përmirëson rrugën tuaj të karrierës. Financiarisht, është një ditë për të gjetur stabilitet. Merrni në konsiderat investimet afatgjata dhe shpenzimet e kujdesshme. Sharmi dhe hiri juaj natyror janë në kulm, duke i bërë ndërveprimet shoqërore më të këndshme dhe të frytshme. Kreativiteti shpërthen, duke ju lejuar t'i qaseni detyrave me një talent artistik. Sidoqoftë, keni kujdes nga pavendosmëria. Besoni në aftësinë tuaj të lindur për të peshuar rezultatet. Ndërsa dita zhvillohet, sigurohuni që po ushqeni si trupin ashtu edhe mendjen, ndoshta përmes jogës ose meditimit, për të forcuar ekuilibrin tuaj thelbësor. Lejoni që paqja t'ju udhëheqë veprimet tuaja sot. Akrepi. Me diellin që shkëlqen fort në shenjën tuaj. Energjia e sotme është e fuqishme për ndryshime transformuese dhe vetëzbulim. Përqafoni intensitetin tuaj të lindur për t'u thelluar në projekte ose çështje personale për të cilat keni qenë të apasionuar. Mërkuri rrit aftësinë tuaj për të zbuluar të vërteta, duke e bërë atë një ditë ideale për kërkime ose kërkim shpirtëror. Në marrëdhënie, ndershmëria është qelësi. Hapuni për ndjenjat tuaja për të forcuar lidhjet. Edhe pse vendosmëria juaj është admirueshme, aplikoni delikatesë në diskutime për të shmangur konfliktet. Profesionalisht, njohuritë intuitive mund të çojnë në përparime në detyra komplekse. Financiarisht, jini të kujdesshëm, shmangni investimet e nxitura nga emocionet. Lejoni që energjitë e ditës të shkatërrojnë barrierat, duke nxitur një kuptim të ri të vetes dhe të tjerëve. Përqendrohuni në përputhjen e qëllimeve tuaja me të vërtetën tuaj të brendshme, duke u siguruar që veprimet pasqyrojnë dëshirat autentike. Tregoni kujdes në çështje shëndetësore. Dëgjimi i trupit tuaj do të parandalojë lodhjen. Përqafoni fuqinë transformuese brenda jush, duke përgatitur terrenin për rritje dhe ripërtëritje. Lejoni që sinqeriteti të udhëheqë udhëtimin tuaj sot. Shigjetari.
Sot shpirti juaj aventuresk është i harmonizuar mirë me ndikimet planetare, duke ju nxitur të eksploroni horizonte të reja, qoftë intelektualisht apo fizikisht. Hëna ndez kuriozitetin tuaj, duke ju nxitur të kërkoni njohuri ose të planifikoni një udhëtim të ardhshëm. Me Jupiterin, planetin tuaj sundues që thekson zgjerimin, mundësitë për rritjen e arsim ose udhëtime janë të favorizuara. Jini me ndje hapur kur i afroheni përvojave të reja. Ato mund të mbartin potencialin për njohuri të thella. Profesionalisht, inovacioni është aleati juaj. Mendoni jashtë kornizave për zgjidhje. Financiarisht, merrni në konsiderat zgjerimin e perspektivave tuaja me planifikim strategjik. Ndërsa optimizmi rritet, sigurohuni që idealizmi juaj të mos çojë në anashkalimin e detajeve. Në marrëdhënie, entuziazmi juaj është ngjitës. Përqafojeni atë për të ngritur moralin tek ata përreth jush. Balanconi argëtimin me përgjegjësinë për të shmangur pakujdesin. Ndërsa dita përparon, lejoni momente reflektuese për të rikalibruar qëllimet tuaja. Rritja personale lulëzon duke kapur mundësitë e sotme, duke siguruar qëndrueshmëri. Lëreni eksplorimin dhe gëzimin t'ju çojnë përpara, duke nxitur një ndjenjë lirie dhe zbulimi. Britsjapi. Fokusi sot është te qëllimet afatgjata dhe planifikimi strategjik. Ndikimi i hënës inkurajon një qasje serioze ndaj aspiratave tuaja, duke ju nxitur të vlerësoni progresin tuaj dhe të ripërcaktoni rrugët drejt suksesit. Me energjinë stabilizuese të Saturnit, këmbëngulja dhe disiplina janë aleatët tuaj. Profesionalisht, kjo është një kohë për të demonstruar aftësitë tuaja udhëheqëse, duke u përballur me sfida me besim. Financiarisht, sot favorizon vendimet e kujdesshme dhe rivlerësimin e investimeve. Shmangni blerjet impulsive. Jepni përparësi kursimit për nevojat e ardhshme. Në marrëdhënie, përpiquni për ekuilibër, kushtojini kohë detyrimeve personale dhe atyre të përbashkëta. Mund të përballeni me momenteve të analize. Lejojini ato t'ju udhëheqin drejt një kuptimi më të thellë. Nga ana shëndetësore, krijimi një rutine të qëndrueshme do të përmirësojë mirëqenien. Përqafoni momentet e vetmisë për reflektim, duke kërkuar ngushëllim në natyrë ose meditim. Një qasje e bazuar dhe pragmatike siguron përparim drejt ambicieve tuaja. Me durimin dhe këmbënguljen si mantra juaj, zgjedhjet e sotme mund të hedhin themelet për sukses të qëndrueshëm. Le të jetë vendosmëria busulla juaj. Ujori. Shtrirja kozmike e sotme nxjerr në pa inovacionin dhe lidhjen sociale. Me hënën që thekson rrjetin tuaj, është një ditë e mbarë për bashkëpunim dhe seanca shkëmbimi idesh. Angazhohuni me kolegët. Idetë tuaja vizionare gjejnë terren pjellor në mjediset grupore. Profesionalisht, zgjidhjet e reja mund të nxisin përparime. Prandaj besoni mendjes suaj krijuese. Ndikimi analitik i Mërkurit mbështet komunikimin e qartë. Shfrytëzojeni atë për të paraqitur konceptet tuaja në mënyrë efektive. Financiarisht, eksploroni strategji të pazakonta për të optimizuar burimet pa marrë rreziqe të panevojshme. Në shtëpi, përqafoni paparashikueshmërinë duke futur spontanitetin në rutina. Marrëdhëniet përfitojnë nga hapja dhe ndarja e ëndrave futuriste. Si një humanist i lindur, merrni në konsiderat se si mund të kontribuoni në kauzat kolektive, duke rritur frymën e komunitetit. Balanconi ndjekjet intelektuale me aktivitetin fizik për mirëqenie holistike. Ndoshta duke eksploruar forma të reja ushtrimesh si vallëzimi ose ecja në natyrë. Si një mendimtar përpara, lejimi i individualitetit tuaj të shkëlqejë frymëzon ata përreth jush. Përqafoni energjinë dinamike të sotme, duke shfrytëzuar fleksibilitetin dhe kreativitetin tuaj për të parashikuar një të ardhme më të ndritur. Peshqit. Energjia kozmike e sotme ju zhyt në thellësi emocionale dhe vetëdije intuitive. Me hënën që forcon sektorin tuaj shpirtëror, përshtatuni me botën tuaj të brendshme, duke eksploruar ëndrat ose praktikat shpirtërore. Besojini ndjenjave tuaja të brendshme. Ato ju udhëheqin drejt së vërtetës dhe qartësisë. Në mjediset profesionale, kreativiteti është aseti juaj më i madh. Përqafojeni atë për t'ju qasur detyrave me imagjinat. Financiarisht, kërkoni stabilitet në thjeshtësi, duke u përqendruar në sigurimin e gjërave thelbësore përpara luksit. Ndikimet aktuale planetare janë të përshtatshme për shërimin e marrëdhënieve personale, duke nxitur biseda të sinqerta për të zgjidhur keqkuptimet e kaluara. Në dashuri, empatia forcon lidhjet, duke nxitur mirëkuptimin dhe dëmshurinë. Në frontin e shëndetit, jepni përparësi mirëqenies mendore. Meditimi ose shprehje artistike mund të lehtësojë stresin.
Rezistoni ndaj dëshirës për t'i shpëtuar realitetit përmes ndërimit me sy hapur. Mbështeteni vete me hapa praktik drejt qëllimeve. Balanconi ndjeshmërinë emocionale me realizmin për të lundruar sot me sukses. Lërini njohuritë e thella të mbledhura të formsojnë rrugën tuaj, duke lidhur frymëzimin me veprimin për një udhëtim të përmbushur përpara. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.